Pas shtrëngimit të duarve që për ta nuk përbën më lajm, Keti Bazhdari dhe Voltana Ademi kanë shënuar përballjen e tyre të parë si kandidate për kryetare të Bashkisë së Shkodrës. Duartrokitjet nga të rinjt nuk u kursyen për të dy kandidatet, por Keti Bazhdari zgjolli që një përshëndetje të veçantë t'ia jap të rinjve të Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Ne do të caktojmë një bord rinor, si fillim, që do të jenë përfaqësues në këtë bord rinor për të gjitha politikat rinore që do ndiqen në bashki, përfaqësues nga FRPD-ja, nga Freshi, nga LRI-ja dhe nga shoqëria civile. Nuk ka më me nda njerëzit në të majta e në djathtë. Sistemi tipik komunist, ndaj njerëzit në të majtë, ndaj njerëzit në djathtë, ndaj njerëzit si sillen, si flasin, kur vinë zgjedhjet bëjnë armiqësi me njëri tjetrin. Ne jemi gjithë shkodranë, dhe duhet mendojmë dhe duhet luftojmë dhe duhet japim më të mirën tonë për Shkodrën. Në qendër të diskutimeve mes Bazhdarit dhe Ademit ishte kontrata sociale e cila përmban projekte që të rinjt i kërkojnë kryebashkiakës së ardhshme. Pjesë e mbështetjes tonë për të rinjt është edukimi, pjesë e mbështetjes sonë të rëndësishme janë aspekte që lidhen me problemet sociale të rinjve dhe këtu futen të gjitha ato programe të cituara dhe të kërkuara nga të rinj. E kemi menduar që të incentivojmë sipërmarrjen. Kjo vlen për të rinjt, vlen për gratë, vlen për të gjithë ata që duan të bëjnë një biznes të vogël, të fillojnë të punojnë diçka përsëri me sensin për të rritur ekonominë, punën dhe mirëqenien e familjes. Për sa i përket pjesës së programit, edhe kandidatja Ademi, të cilën e falenderoj, e shprehi, praktikisht ishte shumë i përafërt me programin që ne kemi shpallur para 2 ditësh për të rinjt, ku mund të marr detajet të fondit garancisë, të bizneseve, le të themi inkubadorit biznesit e tjera, po pak a shumë këto janë edhe ato kërkesat, pra i referohen kërkesave direkte që janë bërë dhe nga ana e komunitetit të rinor. Një program fillon që me transparencën. Sa transparent ka qenë bashkia, për marrim rastin konkret e lidhur me bashkinë e qytetit, sa transparent ka qenë bashkia përballë trive, edhe trive që janë pjesë funksionale në kësaj bashki. Deri më sot është përdorur një politikë politizimit, është përdorur një politikë mungesë meritash, ku ka incentivu, se ndihma shpesh këtë fjalën incentivim, ka incentivu të trit parazitizëm, ka incentivu të trit mungesë besimit, për të kthy një model suksesshëm ka nevojë për besim, ka nevojë për frymë. Fryma mungon të trit. Fryma është e përkthyme sot në interes. Fryma është e përkthyme sot në lidhje të shkurta nepotike. Trit e din që o duhet të jenë pjesë e një programi politik ose për dhe aty të kenë lidhjet e mira, sepse ka shumë trit që bëhen pjesë e programe politike. Por problemi është se sa i ka lidhjet e forta. Dhe askush nuk bazohet te meritokracia. Dhe kjo është transparenca. Transparenca ndaj qytetarit, transparenca ndaj triut. Dhe ne në pikën më të rëndësishme të programit kemi transparencën. Për sulmet ndaj politikave të qeverisë, investimet e bëra nga Bashkia e Shkodrës për 24 vitesh në drejtimin e të djathtëve, por edhe marrëdhëniet me biznesin, kandidatja e mazhorancës Bazhdari i rezervoi këtë përgjigje rivalit së saj Ademi. Kemi ja 2 vite në Shkodër që kemi një rritje të tmerrshme dhe marramendse të taksave. Se të paktifuash një biznesi, edhe një të riu që do të filloj një biznes të ri, të paguaj 250.000 lekë të vjetra, është ta fundosësh dhe të përfundosh që pas 2 vitesh, në nivel Shkodre, nga 30% papunësia të shkojë mbi 40%. Për sa i përket pjesës së politizimit të ditës sotme, ne nuk jemi këtu përfaqësues pushtetit shëndror, ne jemi këtu 2 kandidate që po diskutojmë për pushtetin lokal. Unë fola për alternativë në fill zhvillimi. Dhe nëse në këto 2 vjet mund bazohen me 8 vitet e qeverisjes demokratike të cilat e kanë realisht shkretuar situatën, ky është një problem i forcës dhe i logjikës krahasuese të atyre që artikulojnë të tilla shprehje. Nuk mund të flasësh njerëzve për androlla. Nuk mund të thosh njerëzit ne kemi forca krahasuese sepse bën projekte. Ku janë këto projekte? Çfarë projekte ka bashkia deri më sot, përveç 3 fondeve që janë dhënë për rivitalizu pedonale, lavaton xhanje cop. Pa çfarë është bë? Kush janë projekte?
që hapet rruga dhe të herë, pa pik plani. Kjo është ideja, është bloku ndërtimi, po është bloku sepse e keni kriju ju atë problem paraprakisht, duke i dhënë leje ndërtimit njerëzve vendet pa vend dhe duke bërë një katastrofë urbane në zonë. Nuk ndërton kush mbot pa master plan. Jo copa si janë banë në Shqipëri. Është banë një shesh pedonalet rreth shtëpisë kryetarit bashkisë dhe mbaron aty. Po sheshet e tjera në Shkodër, shkoni shifni në Kira, çfarë gjanje tash. Shifni Xhabien si është lanë, çfarë hini mas pallateve në Xhabie dhe shifni çfarë gjanje tash. Po flasim për Shkodrën. Deli vetëm pak prej çanës dhe shifni çfarë gjanje. Vetëm merrni pak thesën o majtas o djasas. Hajde pas flasim për biznesin se asgjë nuk sa deri tash për biznesin. Dhe kam përshtypjen që nuk keni nocionet bazë biznesit. Sistemi politikave të bashkisë Shkodër nuk ka qenë kur pro biznes. Nuk ka qenë asnjëherë pro biznes. Askur kandidati Ademi ka qenë në kryetar e bashkisë. Nuk ka patë partneritet mes biznesit dhe bashkisë. Kanë qenë të zjarra 3-4 kompani, cilat kanë marrë të gjithë tenderet publik. Pas firmes në këtë kontratë, Bazhdari rezervoi një mesazh të fundit për rivalen e saj Ademi. Unë me kënaqësi, nëse nesër do jem kryetarja e bashkisë, gjë që e besoj, mund ta ftoj zonjën Ademi të jetë një ndër bashkëpunëtorët e mia për të hartuar të gjithë strategjinë e qytetit dhe të komunës.